Ndarja e pushtetit është e baza e çdo demokracie. Edhe në Maqedoni, askush sipas kushtetutës dhe ligjeve nuk ka pushtet absolut. Kur përmendet pushteti në Maqedoni, shpeshherë mendohet për qeverinë, por ajo, si dhe kuvendi, janë vetëm pjesa e mozaikut me emrin pushtet. Për qeverisje më të mirë, pushteti është e ndarë në legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Ata janë tre shtyllat e demokracisë. Çdo njeri prej tyre duhet të jetë i fuqishëm, por edhe i drejtë që të sigurohet qeverisje e mirë. Në Maqedoninë unitare, politikën ndërkombëtare udhëheq pushteti qendror. Ekzistojnë forcat e vetme të armatosura, sistemi vetëm gjyqësor, sistemi ekonomik dhe valuta e vetme. Çdo njeri nga tre pushtetet ka qëllim dhe detyra specifike. Përveç kryerjes së detyrave të veta, ka edhe fuqi për të kontrolluar tjetrin. Qëllimi është të parandalohet keqpërdorimi i fuqisë të ndonjërit prej tyre. Dhe kështu, fuqia respektivisht pushteti është e ndarë, e jo i koncentruar në duart e një personi ose grupi të njerëzve. Pushteti legjislativ, respektivisht kuvendi, i miraton ligjet dhe përshkruan si ato do të rregullohet për një sferë e caktuar në jetën shoqërore. Kuvendi e zgjedh pushtetin ekzekutiv, i cili përgjigjet para tij. Kuvendi e miraton dhe ndryshon kushtetutën, i përcakton shpenzimet publike, buxhetin, ratifikon marrëveshje ndërkombëtare, vendos për luftë dhe paqe, për ndryshimin e kufive të shtetit, për hyrje dhe dalje nga aleanca me shtete të tjera. Deputetët duhet të jenë në shërbimin e qytetarëve, e jo të partisë së tyre. Në praktik, shumë shpesh ndodhe kundërta. Shtylla e dytë është pushteti ekzekutiv, respektivisht qeveria. Kryeministri dhe ministrat vendosin për politikën ekonomike dhe atë të zhvillimit. I zbatojnë ligjet dhe politikat që i sjell kuvendi, në praktik, shpesh qeveria i jep vetes më shumë pushtet nga e përshkruara. Problemet krijohen kur qeveria del nga obori i saj për ta shikuar të huajin, duke tentuar të bëjë kontroll më të madh mbi dy pushtete tjera, legjislativ dhe gjyqësor. Nëse qeveria fillon të ndërhyjë në zgjedhjen e gjykatësve, atëherë tëra pavarësia e gjyqësisë bie në ujë. Për të parandaluar kjo dukuri, kuvendi mund të votojë mosbesimin e qeverisë. Çështjen e besimit të qeverisë mund të ngrenë më së paku 20 deputet. Kuvendi mund të kërkojë interpelim për punën e çdo bartësi të funksionit publik. Ndarja e pushtetit do të thotë edhe pse qeveria ka fuqi të mëdha, ajo megjithatë nuk është e pakufizuar. Shtylla e tretë e pushtetit janë gjykatat. Ata duhet të jenë autonome dhe të pavarura. Gjykata duhet të gjykojnë në bazë të kushtetutës dhe ligjit. Gjykatësit nuk guxojnë të jenë anatar të partive politike. Peshorja e drejtësisë nuk guxon të matet sipas ngjyrave dhe simboleve partijake, por sipas ligjit. Në asnjë rast, pushteti gjyqësor nuk guxon të nënshtrohet presioneve nga aktorët politik në shtet, sepse në të kundërtën vjen vetëm deri tek devalvimi i rolit të gjykatësve në kuadër të shoqërisë. Nëse cilat do pjesë e mozaikut të quajtur pushtet ndryshon, dëmtohet funksionimi i tërësisë. Që demokracia të mund të qëndrojë me sukses në këmbë të shëndosha, duhet themelet të jenë të shëndosha, ose më saktë, të pavarura. Nëse jo, demokracia do të rrozohet si një shtëpi prej kartave.